rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit të programit, që siç edhe tham para publicitetit do të ndalemi në politik, do të flasim për protestën e radhës të paralajmëruar nga Partia Demokratike. Ka zëra të cilat e konsiderojnë me vlerë dhe si me rëndësi në këtë moment për të, le të themi, rrëzuar qeverinë. Megjithatë ka edhe kritikë të cilët thonë se është e pamjaftueshme në lidhje me atë se çfarë është duke u realizuar. Flasim më shumë për këtë çështje, për këtë protestë kryesisht me Ermal Hasimin, i cili na është bashkuar mëngjesin e sotëm në studio. Faleminderit shumë që jeni këtu. Mirëmëngjes. Kënaqësi të flasim, edhe pse do të ndalemi te kjo protestë, e cila në fakt siç e thash ka zëra pro dhe kundër. Si e lexoni ju këtë protestë radhës? Protesta në vetvete është një nga elementët e mundshëm dhe dobishëm, por të paktën në këtë moment, në këtë kontekst, nuk është se protesta do të arzoj qeverinë, ose do të ndryshoj qeverinë. Por nga ana tjetër është e domosdoshme për të treguar në fakt qëndrimin e opinionit publik. Kështu që nuk mund presësh nga protestat të rrëzoj qeverinë, por nga ana tjetër fakti që protestohet në kushtet ku jemi sot, me qeverisjen që kemi, patjetër që është diçka pozitive. Dhe çfarë do ta dallojë, le të themi, këtë protestë nga protestat e tjera? Do të përshkallëzohet, pra do të ketë Se kam ide fare. Nuk e ke ide fare. Kam përshtypjen që edhe duke gjykuar gjithë ato që kanë ndodhur deri tani, që kanë ardhur pra nga podiumet, nga foltoret, nga diskutimet, debatet, në pas nga intensifikimi i molotove, i fishek zjarreve, pra pritet si të jetë përshkallëzuar apo do të qëndrojnë në të njëjtat ujëra, referuar edhe problematikave në fakt që ka Shqipëria edhe të pak. Situata evoluon vazhdimisht, ne kemi parë dy lloj protestash në fakt. Kemi parë protestat me fishek zjarre me molotov, që kanë patë të rolin, efikasitetin e vetë, sepse nga pikpamja mediatike kanë tërheqë vëmendjen e opinionit publik ndërkombëtar, kanë dalë në për mediat ndërkombëtare. Protesta zakonisht të qeta nuk para dalin. Gazetarët dhe mediat jashtë preferojnë pamje me flak, me tym, me zhurmë, me përplasje e tjerë. Shikojmë dhe ne pamjet që transmetojmë nëpër televizionet tona për protestat që bëhen jashtë. Por nga ana tjetër, unë në parim nuk jam shumë për këto, për molotovët. Edhe puna fishek zjarreve është për zbukurim, pastaj se fishek zjarret dëmtojnë shumë më tepër, janë dëmtuar shumë më tepër njerëz në 5 minutat e vitit të ri, festimit vitit të ri në orës 12 në Shqipëri, sesa nga protestat e opozitës. Por megjithatë, ato e kanë patur këtë lloj roli, si thua, të shfaqjes në mediat ndërkombëtare. Pastaj, ajo që është thelbi i protestës dhe që duhet të jetë objektiv, në fakt mendoj unë, do të jetë tërheqja e kategorive të popullsisë që janë ndoshta pak më të ftohta në raport me opozitën. Pra që kanë edhe dyshimet e veta pse jo në raport me opozitën, por nga ana tjetër janë opozitare në thelb, në qëndrim, sepse janë kundër qeverisjes aktuale. Ke pafund qytetarë sot, të cilët janë shumë të pakënaqur me qeverisjen, por që nuk dalin në për protestat e opozitës. Jo thjesht të Partisë Demokratike, se Partia Demokratike arrin të mbush bulevardin plot në disa protesta rresht, pa as në protestat e partive tjera pasaj të më të vogla. Po nuk dalin se nuk i besojnë opozitës, pra nuk kanë shpresë që liderët e këtyre partive për ndryshuar diçka, apo ajo është një gjë, por tjetra pastaj është edhe një lloj apatie tek njerëzit. Një lloj apatie. Do më ajo ideja që ajtë se ta bëjnë tjerët punën, se dola unë protestë në njëri e tjerë. Djeshme stacionet autobusëve kanë qenë të tej mbushur me qytetarë, pasi ka pasur 40% më pak autobus nga flota në qarkullim. Pra, çfarë duhet më shumë për të qenë të pakënaqur edhe për të bashkuar protestave? Arsye ka sa dush në Shqipëri, s'ka nevojë me shku te autobusat ose te djegja pallatit. Tu është arsyet janë pafund. Tu nuk po arrin ta kapi skandalin, se është t'i lej kohë njëri skandali tjetër për plotësu qoftë dhe atë treditshin. Arsye ka pa fund për të dalë, por është e vërtet, një pjesë e njerëzve nuk kanë besim tek opozitat, e cili do nga elementet e opozitës, prandaj edhe ne në fakt me forumin e dialogu politik po përpiqemi që ta afrojmë opozitën. Në cilën pikë jeni? Herën e fundit që kemi diskutuar, nuk kishim lajme shumë pozitive. Jo, jemi duke ecur, kemi qenë më mirë se sa më përpara, më mirë se para 2 javësh, 3 javësh. Dhe besoj në këto 2-3 ditë të ardhshme do të kemi dy zhvillime pozitive konkrete, më një produkt konkret të asaj gjëje. Por kuptohet që ka akoma ngurim
sepse janë gjithmonë është edhe strategjive politike që ka secila nga partitë, sidomos partitë e vogla në fakt, që kanë atë ngurrimin që futja në një bashkëpunim ja u dobëson pak atë narrativën e të dalurit kundër gjithë sistemit e tjerë tjerë. Sepse mendojnë që ky qëndrimi anti-establishment kundër të gjithëve partive do të japi rrugën. Edhe raste si ai i Hungarisë për shembull i frymëzojnë. Problemi është që ne nuk jemi Hungaria dhe është shumë e vështirë që të marrësh ta krahasosh Shqipërinë me Hungarinë për 100 arsye të ndryshme. Por unë mendoj që argumentat kundër bashkëpunimit gradualisht janë duke rënë dhe sa më tepër afrohen afatet e ardhshme zgjedhore, aq më tepër trysni do të ketë edhe mbi partitë e vogla, meqense PD-ja ka qenë e hapur për bashkëpunim. Janë partitë e vogla që janë më nguruese dhe mendoj që me afrimin e afateve zgjedhore këto argumentat kundër do të bien dhe presioni për të shkuar drejt një bashkëpunimi do të rritet nga vetë qytetarët, në fakt përfshirë nga vetë votuesit e partive të vogla, sepse kjo është rrjedha logjike e gjës. Sot ne në Shqipëri e dim që nuk mund ta ndryshosh qeverisjen, qose opozita do të jetë e përçarë në 700 pjesë të ndryshme, nga të cilat nuk kanë problem thjesht me Partinë Demokratike, Partitë e Vogla, po e kanë edhe me njëra tjetrën. Dhe nuk ka logjik që ti të shpresosh që të fitosh zgjedhjet kundër një qeverisje që ka pushtetin dorë, ka administratën, ka burimet, ka dhe lidhjet me botën e errët, dhe nga ana tjetër ti je i përçarë, pastaj edhe nuk ka asnjë lloj logjike. Kështu që është ky racionalitet që ne besojmë që në një moment të caktuar do t'jap ato rezultatet e veta. Unë jam shumë optimist për këtë, me thënë vërtetën, thjesht do kohën e dur. A mendoni se ka në këtë pikë që është Partia Demokratike një shans real për të patur një bashkim dhe i referojmë këtu edhe deklaratave të bëra në orët e fundit nga Saljani, i cili ka hedhur akuza shumë të rënda ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke lidhur madje me Suel Çelën, me Ergjys Agasin. Pra duken deklarata të cilat në një farë forme sulmojnë realisht Partinë Demokratike dhe krijojnë edhe një mungesë besueshmërie besoj tek qytetarët. Si e shih? Shikoni, dhe dy njerëz edhe në çift kur futen në një situatë, në një spirale konflikti, prirja është që thonë bëjnë akuza të rënda, akuza që shpesh edhe nuk i mendojnë, jo më pastaj kur jenë në politikë. Dhe ne kemi parë në politikë shpesh që ka pasur shkëmbime akuzash midis palëve të ndryshme, pozitë, opozitë, etj. Dhe në fund pastaj kur ka qenë e nevojshme janë ulur, kanë bashkëpunuar, ose edhe në opozitë. Edhe historia e partive politike kjo është, sidomos e Partisë Demokratike në fakt. Domethënë po të shikoni, nga Partia Demokratike kanë dalë shumë parti të vogla dhe në rastin e 2005-s, po edhe në raste të tjera, për shembull, gjitha këto element disident brenda partisë kanë qenë aty në fitoren e madhe. Kështu që ashtu siç e shohim përçarjen në këtë moment ose akuzat të ndërsjella e tjerë, unë e shoh shumë të mundshme që në të ardhmen të gjitha palët të jenë prapë në të njëjtin front. Sepse është historia që e ka treguar këtë gjë. Po, jo krahasohet me një çift, po edhe çiftit i mbeten ato pasojat, edhe kur hedhin akuza. Ju vajzat i dini më mirë ndoshta këtë gjëra. Po ndoshta, po realisht shenjat mbeten. Partitë ndoshta funksionojnë më tepër. Sa mendoni se do të mbeten shenjat në Partinë Demokratike në momentin që janë hedhur akuza kaq të rënda, do të thoja? Akuzat, njerëzit e kuptojnë që akuzat që bëhen në nivelin politik shpesh janë të egzageruara. Janë të egzageruara dhe janë të motivuara politikisht. Por në Shqipëri ne kemi parë që këto akuza janë anashkaluar, te i kaluar, pastaj në shumë raste, në plot raste. Dhe në 2005-ën, ju jeni pak më të rinj, po në 2005-ën fushata e Partisë Demokratike ka qenë kundër korrupsionit e tjerë, por shumë ishte edhe përpara fushatës për shumë vite. Por 6 muaj mas 2005-ës, Sali Berisha takoi Fatos Nanën, cili sapo i kishte marrë pushtetin, dolën konferencë për shtyp e tjerë, që ishin manovra politike të asaj kohe, por nga ana tjetër në të njëjtën mënyrë edhe Partia Socialiste dhe Partinë Demokratike janë marrë vesh për çështje për ndryshime kushtetuese e tjerë. Ashtu si edhe brenda Partisë Demokratike, brenda Partisë Socialiste ka pasur konflikte që pastaj janë anashkaluar etj. Politika është e tillë, domethënë në politikë ti ndoshta nuk po them që është gjë e mirë ose gjë e keqe, por nga ana tjetër në politikë, madje ashtu si edhe marrëdhëniet njerëzore, ti mund të kesh konflikte,
konfliktet marrin për masat e egzageruar, por shpesh ajo që i sjell njerëzit në tryezë bashkëpunimi nuk është dashuria që kanë për njëri tjetrin, por është në radhë të parë interesi i përbashkët dhe është edhe racionaliteti. Është arsyeja. Dhe arsyeja është që ti nuk fiton më nga ky konflikt ose gjithë palët humbi nga konflikti. Nëse ti heq dorë nga diçka, nga në disa raste edhe nga ego ose krenaria jote, mund të fitosh më tepër përmes bashkëpunimit. Dhe unë mendoj që ky racionalitet dhe mbi gjitha ai argumenti që nuk është e mund, nuk është absolutisht i mundur rrëzimi i qeverisjes në Shqipëri pa një bashkëpunim të plot të opozitës, ky argument besoj që do t'i çojë palët drejt një bashkëpunimi. Është e pashmangshme. Çdo njeri që mendon që mund të rrëzohet qeverisja në Shqipëri pa bashkëpunim të opozitës, është e qartë që nuk është duke punu për rrëzimin e qeverisjes. Është duke punu thjesht për interesat e veta personale. Ne jemi në pikën që diskutojmë akoma bashkëpunimin e opozitës, nga krau tjetër Partia Socialiste ka filluar punën për zgjedhjet e ardhshme. Partia Socialiste është gjithkohës në fushat, partinë në fushat. Po mos janë pak vonë? Jo, sepse edhe opozita është duke bërë punën e vetë. Edhe këto protestat që flasin janë pjesë patjetër. Do thënë, ka i koha kur partitë thjesht si të shprisnin fushatën për të zhvillu maksimumin e aktivitetit vetë. Do thënë, pikat më kulmore sot janë jashtë fushatës, janë zakonisht përpara fushatave ose që kanë në cilin do moment që ka një skandal, që ka një problem etj. Etj. Por nuk është fushata ajo që ka. Edhe për zgjedhjet e 2013-s për shembull, kur vinë socialistët pushtet, elementi kulmor ishte ajo protesta e famshme e 2011-s. Ajo ishte pika kulmore e gjithë veprimtarisë opozitës në atë kohë, pavarësisht tragjedisë edhe fatkeqësisë që ndodhi. Por në politikën e sotme jenë fushat gjithë kohës. Kjo është e pashmangshme. Ju ishit me bon sensin, po e themi në këtë lloj forme, për t'i bërë bashkë forcat opozitare. Jemi akoma. Jeni akoma, po si ka qenë ky proces? Sa bashkëpunues kanë qenë forcat opozitare për t'u bërë bashkë në të drejtime dhe për ta pranuar atë? Atëherë, Partia Demokratike ka qenë e hapur. Kjo gjë i duhet thënë. Do thënë këtu, me qenë se vi nga fusha arsimi, do t'i veja 10. Do më ka qenë e hapur për pjesën e bashkëpunimit. Tani, unë nuk besoj shumë tek dëshira e mirë ose vullneti pozitiv i politikanëve në tërësi. Unë besoj tek racionaliteti i tyre, besoj tek arsyeja. Besoj tek fakti që politikanët në një moment caktuar mendojnë që fitojnë shumë më tepër duke bërë diçka se sa duke mos e bërë ata. Ky është argumenti themelor. Dhe unë besoj që Partia Demokratike e ka të qartë, këtë që po thoja dhe unë më përpara, që pa një bashkëpunim të opozitës nuk rrëzohet qeverisja. A e kanë të qartë apo jo edhe partitë e vogla këtë gjë? Partitë e vogla janë në një situatë tjetër. Sepse mendojnë, dhe po shpjegoj arsyet e atyre, jo të mia ato, mendojnë që me narrativën ose me pozicionin e të dalurit kundër të gjithëve, edhe PD-s dhe PS-s, mund të kthehen në forcë dominante politike në vend, ose të paktën në forcë që imponoj vendimet e qëndrimet e veta. Në zgjedhjet e kaluara nuk ja dolën kësaj gjëje. Dhe unë mendoj që në zgjedhjet e ardhshme, ajo që duket qartë është kjo që sapo thash. Nuk rrëzohet qeverisja pa një bashkëpunim të qartë, qoftë nivel vendor, qoftë nivel qendror, partitë e vogla janë duke u munduar ta rrëzojnë të vetme qeverinë, edhe kam parë një lloj frymëzimi që kanë marrë nga rasti i Hungarisë, ku Magyar arriti që të triumfonte i vetëm me një parti e cila ishte krijuar në 2020, por ai e mori shpejt në dorë, le të themi. Sa mendoni që mund të ketë një skenar të tillë të realizueshëm edhe në vendin tonë? Zero. Pse? Hungaria dhe Shqipëria s'kan pikë në lidhjes me njëra tjetrën. E vetmja lidhje është zhgënjimi, që duket sikur edhe në Hungari qytetarët ishin të zhgënjur, duket sikur edhe në Shqipëri ka një lloj dëshire. Patjetër që ka, por nuk mjafton zhgënjimi. E qartë, megjithatë kush i duhet më shumë kujt? Ju thatë që Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare është e hapur, por në këtë që ta seri diçka. Ngjashmëria midis Hungarisë dhe Shqipërisë ka, patjetër kjo pjesa e zhgënjimit diskutohet. Dhe është plotësisht e mundur Shqipëri që të rrëzohet qeverisja, pavarësisht se duket shumë e fortë. Edhe Orbani, pas 4 mandatesh, ishte super i fortë, kontrollonte mediat, kontrollonte burimet shtetërore etj. Por u rrëzua. Edhe në Shqipëri e njëjta gjë do të ndodhi. Por çështja ashtu, në Shqipëri nuk e ke atë lloj kulture politike që t'i japi atë hapësirë gjigande Petër Magjarit atje etj. Aq më tepër që nuk e ke as vetë atë personazh këtu në Shqipëri.
Se këto personazhe u testuan, u provuan në Shqipërinë zgjedhjet e kaluara. Dhe u pa që s'po thema është përgjegjësia faji atyre apo i popullit që nuk e beson, nuk e voton etj. Realiteti është i qartë. Në Hungari njerëzit besuan tek një politikan i cili ishte i ri sepse doli vetë nga Orbani, por besuan. Në rastin e Shqipërisë, kjo gjë është treguar që nuk funksionoi. Mund t'i futemi arsye sa doni, ja kanë fajin vetë personazhe dhe ka fajin populli etj. Rezultati është i qartë. Sot në Shqipëri ka vetëm një mënyrë për ta rrëzuar qeverisjen. Duhet bashkuar, duhet të bashkunohet çdo grimcë energjie e opozitës. Nëse shpërndahen, nga kjo përfiton vetëm pushteti. E fundit shumë shkurt, nëse mundeni me dy fjalë, kush i duhet më shumë kujt? Partisë Demokratike, partitë e vogla apo partive të vogla, partitë demokratike? I duhet qytetarit shqiptar bashkëpunimi i opozitës. Na pëlqeu shumë. Faleminderit shumë se kënaqësi. E kemi ardhur në fund të programit. Ju falenderojmë edhe juve që shndruat me ne dhe ju lëm takim sërish. Ditë të mbarë, jemi nesër.